po fillojmë një gjë të madhe, se ne përveç festivalit të filmit, që është shfaqja e filmave dhe konkurrimi i regjizorëve i filmave me njëri tjetrin, jemi në 3 kategori: animacion, fiction dhe dokumentar, gjithmonë janë shkurtër dhe janë në kuadër të filmit studentor. Dhe pjesa e veçantë e International Students Film Festival nuk është vetëm aplikimi për filma apo screeningu, por ajo çka e bën më të veçantë këtë projekt është qasja akademike që ka, duke i ofruar formim jo formal nëpërmjet workshopeve dhe masterclasseve, me qasje ndërkombëtare në industrinë e filmit, siç është për shembull edhe AICA e këtij edicioni, që është Umberto Contarello, skenaristi i Marrakesh, skenaristi i gjithë filmave të Paolo Sorrentinos, La Grande Bellezza, apo edhe serialeve të fundit të Paolo Sorrentinos, The New Pop ose The Young Pop.